14 prilli koincidon me datën kur është torturu edhe është donu Vasilije Krasniqi, edhe një vjet pasi ajo ka dalë publik, bashkarisht kemi shku te vendi i ngjarjes me kërkesë saj, babi mas aty ku e ka përjetu edhe momentin më tresht jetës saj. Edhe nga aty ajo fuqishëm, domethënë ka arrit me mposhtë komplet çatë dhimbjen e vet, se mu ballafaqu me vendin e ngjarjes, do thotë ti me hyn në ngjarje traumatike, është një proces i ritraumatizimit. Ajo ka arrit me mposhtë dhe nga aty i kemi thirrë institucionet që kjo ditë me ditë memoriale për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. Më pastaj është datë, ky proces ka zgjatur shumë, diku në vitin 2023 është zyrtarizu edhe ju kemi gëzu këti momenti për faktin që këtë ditë duhet me konë ditë që ta kuptoj, ndoshta është momenti ne mundohemi vazhdimisht me qenë prezent edhe në media, edhe me aktivitete ndryshme, po është tjetër kur institucionet arrin këtë ditë me pas ditë të veçantë edhe ja dedikojnë siç edhe e patëm rastin komplet këtij grupi, nuk mjafton vetëm një ditë, edhe këto e kemi të qartë, mirë po për faktin që kjo ditë përkon edhe me një histori të vërtet, mendojmë që edhe që është zyrtarizu, është ditë që